Çmimi i naftës në pikat me pakicë është rritur në 224 lek për litër, ndonse qeveria i mëshoi gjatë paradites të së premtes uljes me 20% të akcizës mbi naftën. Qytetarët shqiptar do të paguajnë sërish çmim më të lartë, pasi efekti i uljes së akcizës është gëlltitur nga rritja e çmimit të naftës në bursa. Sipas vendimit të Bordit të Transparencës, 1 litër naftë do të tregtohet në tregun e pakicës në 224 lek, nga 218 lek që ishte më parë, me një rritje prej 6 lekësh. Ky efekt është shënuar menjëherë edhe në pikat e tregtimit të karburanteve në Vlorë. Sipas një akti normativ të miratuar nga qeveria, sa herë që çmimi i naftës në tregun vendas ka përcjell nivelin 220 lek për litër, atëherë akciza e naftës ulet automatikisht me 20% ose rreth 9 lek për litër, bashkë me efektin e TVSH-s. Pa aktivizimin e klauzolës që ul akcizën me 9 lek, çmimi i naftës sipas Bordit do të ishte 233 lek për litër. Ndërkaq që çmimi i benzinës me pakicë është përcaktuar 181 lek për litër, ndërsa me shumicë 169 lek për litër. Rritje ka pësuar edhe gazi i lëngshëm për automjete, që ka shkuar në 75 lek për litër. Çmimet e reja do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, kur do të rivlerësohen sipas luhatjeve të tregut. Bordi Transparencës paralajmëron të gjithë operatorët e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve për zbatimin strikt të këtyre çmimeve, ndërsa shkeljet do të ndëshkohen me masa trepta, përfshi pezullimin e aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit bashkë me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë konfirmojnë angazhimin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg.